Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje të dashur miq, ishte nëpërmjet valve të televizionit Apollon. Mirë se keni ardhur edhe për ditën e sotme për të qëndruar së bashku me ne dhe duke ndjekur programin fundjavë në Apollon. Do të jemi së bashku me ju për të prezantuar të gjitha rubrikat e këtij emisioni. Do të kemi një paratë të këngëve mjaft të bukura të cilët ju do të keni mundësinë për të ndjekur nëpërmjet videoklipe. Këngët më të fundit si shqiptare dhe të huaja do t'ju shoqërojmë për gjatë këtij emisioni. Do të kemi rubrikën tonë të kurioziteteve ku edhe për këtë fundjavë do të japim të rejat më të fundit që ka ndodhur në jetën e personazheve të njohur. Kemi për të prezantuar lajmet më kryesore në jetën profesionale dhe sentimentale të këngëtarëve, të aktorëve dhe të personazheve të cilët ne i shohim për ditë në ekran. Do të kemi rubrikën si të gatuajmë, ku edhe për ditën e sotme, për të gjitha anvisat të cilët janë duke na ndjekur, do të japim këshillat tona të gatimit. Më pas do të jetë edhe e ftuara e këtij emisioni, do të kemi një këngëtare e cila do të na kënaq duke transmetuar dhe duke ndjekur këngë popullore shumë të bukura në minutat e fundit të këtij emisioni. Për të qëndruar me ne, sigurisht ne ju ofrojmë kënaqësinë dhe argëtimin edhe për këtë ditë të nxehtë vere. Ndërkohë të dashur miq, do bëhemi gati për të transmetuar më një herë këngën e parë që kemi përzgjedhur për t'ju përshëndetur të gjithë ju të cilët jeni duke na ndjekur dhe keni vendosur për të qëndruar në shoqërinë tonë. Është një prej bashkëpunimeve më të fundit realizuara nga dy këngëtarë mjaft të njohura nga Kosova. Ato janë Dafina Zeqiri dhe Tuna. Unë juftoj në këtë moment për të ndjekur këngën dhe për të rikthyer pas pak në studio me një herë me rubrikën e kurioziteteve. Kemi rikthyer sërish në studion e këtij programi pasi kemi transmetuar këngën e parë përshëndetse, ishte interpretuar nga Tuna dhe nga Dafina Zeqiri. Ndërkohë, tashmë do të fillojmë me një herë për të prezantuar edhe rubrikën e kurioziteteve. Një rubrikë e cila vjen tek ju duke dhënë lajmet dhe informacionet më të fundit që kanë ndodhur në jetën e personazheve të famshëm. Në fakt të flasim për Paris Hilton, është bërë shpesh herë pjesë e kësaj rubrike sepse çdo herë përfundon në faqet e para të revistave apo të gazetave mjaft të njohura amerikane. Duket se është njeriu më me fat i lindur në botë sepse ka lindur vërtet shumë e pasur dhe madje është një prej atyre vajzave cila ka pasur ç'të dojë në jetë. Shpeshherë fama e saj e ka detyruar që të bëjë edhe ato gjëra të cilat janë të ndaluara. Shpeshherë njerëzit kanë përfituar nga pasuria e saj për ta hedhur disa herë në gjyqe dhe për të përfituar shuma të caktuara. Një gjë të tillë ka bërë pikërisht edhe kompania e flokëve ku ajo duhet të reklamonte extension. Në fakt është një kompani e cila e ka hedhur tashmë në gjyqe edhe personazhin e famshëm Paris Hilton, një kompani që prodhon shtesa për flokët, deklaron se 29 vjeçaria shumë sociale ka shkelur kontratën sepse ndërkohë ajo duhet të promovonte këtë firmë në shumë prej aktiviteteve dhe gjatë gjithë kohës që ajo duhet të ishte pranishme përpara kamerave apo përpara fotografëve. Ndërkohë është fotografuar disa herë me extension të një firme tjetër. Kjo gjë ka qenë një anti-reklam për këtë firmë, e cila e tashmë e ka hedhur në gjyq dhe pretendon për të marrë personazhet Paris Hilton rreth $35 milion për dëmtime, 10 herë më shumë se sa ajo do të paguaj për këtë kontratë që kanë nënshkruar. Ndërkohë, mashtrimi dhe prishja e kësaj kontrate sipas Hairtech është bërë nga trashëgimtarja dhe firma njëkohësisht e ka akuzuar pikërisht Paris Hilton edhe për disa promovime të tjera që ajo duhet të ishte pranishme, por në fakt për shkak të disa gjykimeve të cilët janë bërë më përpara sepse 29 vjeçaria është kapur disa herë nga policia, është ndaluar për gjendje të dehur në fakt dhe për drejtimin e makinës në këtë gjendje dhe për shkak të këtyre procedurave gjyqësore që Paris Hilton i është dashur gjithmonë që të marrë pjesë, duket se ka ndaluar për të shkuar në shumë prej promovimeve që Hairtech ishte në fakt në kontratën e saj, duhet të shkonte atje, kështu që kompania për të ka humbur rreth $6.6 milion vetëm nga mungesa e Paris Hilton. Nuk është një rast i izoluar sepse Hilton është hedhur në gjyq edhe më përpara për rolin e saj si imazh. Producentët e filmit, të cilët e kanë pranuar atë si aktore në vitin 2008, duke pretenduar se ajo nuk ka pranuar për të promovuar filmin si duhet dhe gjykata duhet të vendosë se sa duhet të paguaj Hilton për të dyja rastet, edhe për filmin të realizuar në vitin 2008 dhe për mos paraqitjen e saj për promovime të ndryshme të këtij filmi dhe njëkohësisht për kompaninë e shtesave të flokëve Hairtech duhet të pagojë sërish për dëmtimet që i ka bërë kësaj kompanie. Sipas dhënëses të
Paris Hilton. Ajo ka deklaruar se këto janë vetëm disa manovra për të marrë para prej Paris Hilton, e cila duke se kohët e fundit është bërë shumë e pranishme dhe në këto procese gjyqësore dhe madje përfundon çdo herë në faqet e para të revistave dhe gazetave mjaft të njohura amerikane për këto skandale të cilët ajo është gjatë gjithë kohës në qendër të vëmendjes paparacëve apo të fotografëve të cilët dëshirojnë që të marrin më tepër informacione për këta personazhe të famshëm. Do të flasim për një tjetër emër e cila duket se këto kohë është bërë pjesë sërish të gjykatës. Bëhet fjalë për Naomi Campbell, e cila thotë se nuk ka ç'të fitojë më nga gënjeshtra, nga dëshmia e saj në lidhje me çështjen e diamanteve të gjakut. Duket se sipas gazetave të njohura amerikane, ajo mund të humbi edhe lirinë e saj, sepse deklaratat të cilat ka thënë përpara disa kohësh nuk kanë qenë të vërteta. Supermodelja është duke u përballur me akuzat në lidhje me pronësinë ilegale të disa diamantëve të Afrikës së Jugut dhe për këtë çështje ajo rrezikon rreth 10 vjet burg. Në fakt ka qenë një fest dhe një mbrëmje në të cilën vetë supermodelja e famshme ka qenë e ftuar dhe ka dëshmuar në gjykatën e krimeve të luftës për ish presidentin e Liberisë Charles Taylor javën e kaluar. Ka thënë se këto diamante janë dhëruar pikërisht tij në këtë mbrëmje që ajo ka qenë e pranishme dhe që ka qenë e organizuar pikërisht nga ky president në Afrikën e Jugut. Naomi Campbell këmbgul se nuk e dinte se këta gur ishin diamant gjaku dhe se ja kishte sjell vet ish presidenti i Afrikës së Jugut Taylor. Campbell tha se i ka dhënë për bamirësi pikërisht atë ditë që i ka marrë prej ish agjentja e Campbell, Carol White dhe aktoria e famshme Mia kanë rënë në kontradikt me disa deklarate të cilët kanë kundërshtuar disa fakte të cilët vet Naomi Campbell i ka paraqitur përpara gjykatës. Ajo ka thënë se gjatë kohës ajo po mundohej që të përfitonte këto diamant nga ish presidenti i Afrikës së Jugut. Të nesërmen ajo ka thënë se ishte shumë e zgënjur sepse diamantët nuk shkëlqenin në thonjza aq sa duhej. Dhe për numrin e diamantëve njëkohësisht ka pasur shumë polemika dhe kontradikta ndërmjet tyre. Campbell thotë se ka marrë 2 deri në 3, ndërkohë që gratë të tjera të cilët kanë qenë të pranishme kanë deklaruar se ajo ka folur vetëm për një gur gjigant i cili është dhuruar. Çështja e këtyre diamantëve të gjakut shumë të përfolur kohët e fundit në media, duket se i ka bërë që supermodelja e famshme të rrezikojë deri në 10 vjet heqje lirie incident të ndodhur në Afrikën e Jugut. Se si do të vej puna, sërish gazetat amerikane do të informojnë dhe do të sjellin të tjera fakte, të cilët ne do të përcjellim juve nëpërmjet rubrikës tonë të kurioziteteve. Ndërkohë do të ndalemi për të prezantuar një tjetër këngë përshëndetëse në këtë moment, është e interpretuar nga këngëtarja Leonora Poloska, një tjetër prej hiteve më të fundit që ajo ka nxjerrë në tregun muzikor, duke se sezoni veror është një sezon i cili mirëpret këngët e reja të cilët shumë shpejt kthehen në hite. E transmetojmë këngët e rikthehemi pas pak në studio. Public shit is finest, MC Clash. Yes sir. Ti me femër si unë, don të kesh punë, sot duket lehtë, nesër shpejt i jep punë e unë, me djallë si ty, të them mendo, 2 herë mendo, një herë thuj ko, nëse jeta do ta bashkon me s'ka njeri që mund të loj, zemrën time një herë kur hyn dashuria do të loj, nëse jeta do ta bashkon me s'ka njeri që mund të loj, zemrën time një herë kur hyn dashuria do të loj. Kush, e ku shumë më këtu, kush, I di se çka po të pret, mos mendo shpejt, se do ta kesh shumë zene unë, me djallë si ty, të them mendo, 2 herë mendo, një herë thuj ko, nëse jeta do ta bashkon me s'ka njeri që mund të loj, zemrën time një herë
poppin', and little shit stoppin'. ATL, thirrum hitën vi Energy Clubin është kam pëlqen. Trupi yt qysh po t'shkëlqen. E lyme me krem, mirë St. Laurent. Kisha thirë një bije, po nuk e di a vjen ti e tipi jem. Po me t'u zhu i pari nuk o tripi jem, bro. You're looking too nice, po më rëzën KO, si Kimbo Slice. Bling, e kom zokun e fëp si ice. Ti një ora hap se jam në semi automat. Real G's në për club jam zonat, kur nuk i bona vajat. Who rock the spot, I rock the spot. Nëse jeta do t'na bashkon dhe s'ka njeri që mund të rëndaj. Zemrën time një herë kur hyn dashuria do t'na mbaj. Jemi rikthyer sërish në studion e këtij programi dhe ka ardhur momenti për të prezantuar këtë rubrikë përbërëse të programit Fundjavë në Apollon. Është pikërisht rubrika Si të gatuajmë edhe për ditën e sotme për të gjitha anvisat. Unë ju ftoj për të ndjekur këshillat tona të gatimit. Ne kemi shkuar në bar restorant Shtëpia e Bardh me shefin e kuzhinës zotin Zarif Grëmbi, i cili na ka mirëpritur dhe ka sjell disa gatime tradicionale, të cilet ne ju ftojmë për t'i ndjekur nëpërmjet rubrikës Si të gatuajmë. Për sot do bëjmë një kanellon të mbushur. Mbas gjimnazit me tim shoq, ndoshta ishte herët, po herët avon unë u njojta me të dhe krijova familje. Pra me njërë pas marrimit të shkollës së mesme, në një farë mënyre filluan ato obligimet e tjera që ka çdo femër. Çdo femër. Dhe mbasaj pasioni u la pak më njanë këto vite? Jo, nuk e lash, përkundrazi, sepse im shoq është poet dhe poeti me këngën janë motor e vlla. Pavarësisht se unë isha burrë e grua, po më ndihmoi shumë im shoq. Pasionin e muzikës nuk e lash, më mori direkt. Në këtë kohë, cilat kanë qenë disa për aktivitetet ku ju merrnit pjesë? Po, atë doja të thosha. Më mori direkt ansambli i artistikës Migjeni, prap soliste. Mbarova shkollën e gjimnazit, vazhdova shkollën e lartë, në një kohës duke vazhduar shkollën e lartë prap në Shkodër, vazhdoja edhe muzikën me ansamblin e Migjeni, prap soliste. Ndërkohë, më thatë që keni mbaruar për biologji kimi. Jeni mësuese biologji e kimie. Po. Pse kjo zgjedhje për të vazhduar për biologji kimie? Nuk ka shumë lidhje me muzikën. Sepse edhe biologjia kimia më tërhiqte jashtë mase gjatë fëminisë time. Kështu që vendosët që muzika ishte thjesht. Jo, unë edhe për muzikë, e hodha edhe për muzikë. Apo ishte edhe profesion? E hodha edhe për muzikë, po ish biografia e keqe. Nuk donin që unë të dilja me asamble, me sa ashtu ishte koha atëherë. Doli për muzikë, për biologji dhe kimi. Vazhdova shkollën e lartë pastaj për biologji kimi, dola mësuese në Tiranë. Kam dhënë mësim në Tiranë. Po. Më pas pra filluat me njerë që të aktivizohesh me ansamblin. Po. Apo jo. Sa vite vazhdoi ky bashkëpunim? Me ansamblin kam vazhduar deri në moshën gati deri në moshën 22-23 vjeç. Cilët kanë qenë disa prej këtyre aktiviteteve që ju i kujtoni ende? Shumë aktivitete. Shumë të rëndësishme për karrierën tuaj. Shumë aktivitete. Kam patur një kënaqësi të veçantë, nuk e di. Është ndryshe jeta familjare kur futesh në familje dhe ndryshe është jeta që jeton mbas artit, me fjalë, je dhënë mbas artit. Nuk e kupton fare, nuk kupton vitet fare se si ikin. Nuk e kupton fare, absolutisht. Kurse me familjen është ndryshe, se merresh me familje dhe brengosesh brenda në familje, bësh mama, do rrisesh, do bësh, po deri në moshën 23 vjeç unë jam marrë me artin, me muzikën. Pastaj një farë kohe e ndalova muzikën, të dyja nuk bëhen. Duhet që ti përkushtoheshit nuk mundesha. Familjes tuaj, megjithëse linda fëmin e parë. Të planin e familjes ta themi pak më vonë, por le të ndalemi këtu. Nëse. Në fakt, pas
moshës 22 vjeçare më thatë që ndërpret muzikë. Për të marrë me obligimet e tjera që ishte pikërisht familja, që është më e rëndësishme në jetën e njeriut. Më thatë që kishte një shkëputje relativisht të gjatë nga muzika për shumë vite. Për 17 vjet. Erdhi emigracioni, apo jo? 17 vjet. Ju jetoni në Greqi, Ashtu si shumë shqiptarit e tjerë të cilët shkuan për një jetë më të mirë atje, por të pak janë ata të cilët kanë vazhduar në profesionin e tyre, apo kanë vazhduar pasionin e tyre. Një prej atyre fatlumeve keni qenë ju, sepse tashmë keni kënduar dhe vazhdoni që të këndoni për shqiptarët të cilët ndodhen në Greqi. Apo jo? Më keni thënë edhe vendet ku keni kënduar, në Janin, në Prevez. Unë kam 17, gati për 18 vjet, mbushim 18 vjet në Greqi. Atje jam marrë me aktivitetet të ndryshme kohët e fundit. Një fjalë, tani ka një 4 vjet që jam marrë me aktivitete. Këto 4 vjetet e fundit kam punuar dhe në Buzukun grek. Kam dhënë koncerte të ndryshme në Arta, Janin, Prevez, Athinë, Selanik, kudo, gjithande, edhe në Gumenic kam dhënë. Po në Gumenic mua më ka bërë përshtypje shumë kur kam dhënë në koncertin e fundit ka qenë në data 30 maj. Pse? Sepse përpara një viti kur dhash koncert e kishim të ndaluar të këndonim këngën shqip. Këndova një këngë shqip, nuk kisha ndonjë sukses kush e di se çfarë. Po si vjet një ndryshimi, nuk e di, mua më duk një ndryshim si nata me ditën me koncertin që dhash. Këndova me asamblin Dallandyshja. Ky asambël është krijuar në Agrinjo. Këtë asambël e kemi krijuar vetë në shqiptarët. Dhe si tip manozhere, bashkë me një person tjetër që manozhon nga ana financiare, për organizimin më shumë merrem unë. Koncertin që dham atje, u mlodhën të gjithë arvanitasit dhe çamrit e vjetër, të cilët të dinin shumë mirë shqip, dhe unë e ktheva komplet koncertin në shqip, dhe kam parë një habi të madhe se këndoja këngët çame të vjetra, aq sa dinja, dhe më shoqëronin vetë çamrit grek më shoqëronin, dhe shikoja dhe pash që po lumtëroheshin. Dhe unë desha s'desha, i dhash një entuziazëm vendit, aty po të them kishte jashtëzakonisht njerëz. Jo si vjet. Si vjet u mblodhen njerëz shumë. Në një farë mënyrë publiku. Në një farë mënyrë e tërhoqa, magnetizova publikun. Pra ata i duan këngët çame, sidomos këngët çame të cilët i prekin vërtet shumë, janë këngë të vjetra dhe me shumë kuptim. Aty ishte sheshi plot, edhe kemi kaluar një mbrëmje sa thosha që edhe lek mos marr, s'ka problem, vetëm të jap këtë koncert që me fjalë u mbytëm të gjithë në një entuziazëm. Në fakt do të pyesja këtë. Ju keni marrë pjesë në disa koncerte të cilat janë zhvilluar brenda edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Më flisni pak për ndryshimin që ka publiku shqiptar që jeton në Shqipëri dhe publiku shqiptar që jeton në Greqi, atje ku ju keni jetuar. Është e ndryshme mënyra e mirëpritjes së tyre, e ndjeshmërisë ndaj këngëve? Megjithëse Greqia është këtu afër, ishujt janë larg. Ka shumë shqiptar që nuk kanë mundësi të vinë çdo vit. Mund të vinë një herë 3-4 vjet. Dhe koncertet që jipen Matan, Artës, Janinës, është Kakavia, Janina, Arta, Agrinjo, Patra, pastaj vjen Athina, pastaj vjen të gjithë ishujt. Në koncertit që japim neve në për ishuj, është një entuziazëm i ndryshëm. Kanë më shumë dashuri madh dhe nuk pyesin çfarë këngë është e Jugut, është e Shqipërisë së Mesme, është shkodrane, nuk duan t'ia dinë fare. Për cilat tre, apo varet nga publiku që ndodhet aty? Nuk ka dallim, nuk ka fare, absolutisht nuk ka dallim, po mua si këngëtare, mua më pëlqen shumë Jugu. Ju vetë? Mua vetë më pëlqen jashtë Jugu. Do të vazhdojmë pas pak me bisedën tonë, por ka ardhur momenti për të prezantuar një tjetër klip tuaj. Në fakt klipi i parë prezantues që ne transmetuam ishte klipi Zura një bilbil me vezë.
Apo jo? Është një klip i realizuar së fundmi prej jush, ndërkësh do të kthehemi disa vite më përpara, rreth 7 vite më përpara, ku ju keni realizuar një tjetër videoklip i cili thuhet Karrocieri Fukara. Unë juftoj në këto momente për ta ndjekur dhe rikthehemi pas pak në studio. Carrocieri Fukara. Capitano Albani, Carrocieri Fukara. Carrocieri Fukara. Capitano Albani, Carrocieri Fukara. Jemi rikthyer sërish në studio pasi kemi transmetuar Karrocieri Fukara. Apo jo? Më flisni pak më tepër rreth idesë dhe realizimit të kësaj kënge. Fjalët e Karrocierit Fukara i ka bërë im shoq Vasil Dede, që është poet. Melodia e Karrocierit Fukara është këngë arvanitase e vjetër greke. Arvanitase greke. Ndryshon kur është puro greke, muzika, dhe ndryshon kur është arvanitase greke. Dhe fjalët që Vasili i ka krijuar tregojnë për një karrocier që përfaqëson shqiptarin që rend në të gjithë botën. Karrocieri Fukara është shqiptari fukara që ndërton, nuk e ndërton Shqipërinë e tij në vendin e tij, po e ndërton në vend të huaj, punon, rroptohet në vend të huaj, jeton në vend të huaj, krijon familje në vend të huaj dhe vendin e tij e harron. Prandaj thot Karrocieri Fukara, karroca përfaqëson Shqipërinë, shqiptarin që jeton jashtë dhe nuk jeton në vendin e tij, të japi komplet punën, artin, të jetoj, të investoj brenda në Shqipëri. Sa të rëndësishme janë mesazhet që ju përcjellni nëpërmjet këngëve tuaja? Për mua janë shumë të rëndësishme. Atë vuajtje që ka Karrocieri Fukara, shqiptari në botë, atë vuajtje, atë po e vuaj vetë unë. Si emigrante. Si emigrante. Unë po e vuaj. Unë nuk jam e lirë jashtë. Unë jam e lirë këtu në vendin tim. Fukara, po e di që prek
vendin tim e dëgjoj shqip. Nuk dëgjoj greqisht. Unë sa shkel në tokën greke, dëgjoj greqisht, më futet një si ankth në shpirt. Nuk ka si vendi jot. Këtu je një njeri me identitet. Këtu jam e lirë, jam e qetë, edhe nëse bëj një gabim e bëj vendin tim, nëse bëj një diçka ja bëj vendit tim, ja bëj vetes time, ja bëj fëmijëve të mi, ja bëj racës time fundit fare. Është e vërtet, në fakt njeriu është si gjithmonë në vendin e tij, nuk thon kot balta më se mjalta në vendin. Është realitet, kjo ngjit. Është realiteti. Ju në këngët që keni realizuar, sigurisht për tekstet keni bashkëpunuar me bashkëshortin tuaj, apo ai ka qenë realizuesi i teksteve të këngëve tuaj, apo jo? Vasilin e kam patur gjithë jetën afër. Si nga ana e poezisë, si nga muzika, edhe unë kur këndoj në përdasma, se shkoj dhe në përdasma, në për koncerte, ai vetëm dua troket edhe qesh. Kjo është një mbështetje jashtëzakonisht e madhe për mua, është dhe fat i madh për mua, që kam një poet të tillë. Kam dhe një baba të fëmijëve të tillë. Dhe tekstet të cilët realizohen, shpeshherë temat të cilët do të preken atë, ua sugjeroni ju apo? Jo, absolutisht. Tema preferoni më tepër për të përcjell tek publiku? Tek publiku më shumë emigracioni, mi fjalë, ne gjithmonë shkojmë tek tekstet ku e vuajmë dhe vetë. Emigracionin prekim më shumë. Dhe në një farë mënyrë këngët të cilët realizohen sepse kjo është dëshira dhe pasioni juaj apo atë që tërheq më tepër tregu? Si veproni? Është dëshira dhe pasioni im. Nuk pyes as për treg, prandaj nuk jam bërë këngëtare e dëgjuar. Sepse nuk pyes as për lekun, për asgjë në botë. Vetëm dua të këndoj. Muzika të kënaqë të mbush shpirtin, kështu që më zgjat jetën, Mi fjalë e quaj veten time me plot kuptimin e fjalës artiste. Artiste kur këndon, madje është shumë bukur të gjitha llojet e rrymave muzikore dhe të gjitha trevave, apo jo? Shqiprinë e mesme, kosovare, greke, çame, muzikën e lehtë. Ju i këndoni të gjitha, ju cilën vetë preferoni të këndoni dhe të dëgjoni? Mua më pëlqen shumë jugu. Jugun e kam edhe Shqipëria mesme, sepse jam lindur të rritur në Shqipërinë e mesme, po jugu më tërheq jashmase. Mirë, atëherë meqense përmendë pak Shqipërinë e mesme, le të transmetojmë një këngë të Shqipërisë së mesme? Patjetër. Cilën do të transmetojmë? Një këngë që kam videoklip, kam bërë shumë këngë, kam bërë gati 8 CD. Pavarësisht se nuk jam reklamuar, reklama nuk më është bërë absolutisht, megjithatë s'ka problem. Kam bërë një këngë Bubullin, ke shkëmbi kavajës. Atëherë, i ftojmë publikun për ta ndjekur dhe për të shijuar të gjithë së bashku këtë këngë dhe rikthehemi pas pak në studio. Faleminderit.
Jemi rikthyer sërish në studio, në fakt po flisim për muzikën shqiptare të ditëve të sotme. Cili është mendimi juaj për muzikën që bëhet tani në Shqipëri? Për këngëtarët e rinj të cilët duket se nga dita në ditë po shtohen. A thua se kemi vërtet kaq shumë talente? Ke kapur një problem gjithmonë shqetësues për ne artistët, këngëtarët sidomos, edhe për kompozitorët. Është si puna e prindrit me fëmin, më kupton? Ose gruaja me burrin. Në qoftë se kompozitori nuk ka mbaruar atë shkollë për kompozim, do thua ti që ai ka talent, si puna ime, që unë nuk kam mbaruar për muzikë, po e kam pasion, talent. Është talenti im. I bëhet një dëm i madh artit. Kompozitorët e rinj kanë hapur disa studio private. Dhe në të drejtën e tyre, këta kompozitorë janë dhe ministra dhe kryeministra. Vetë shkruajnë, vetë vulosin. Mendimi im është që këto kompozitorë në rregull e krijuan muzikën, e hodhën në studio muzikën, sepse ka talent. Po kjo muzikë kërkon fjalën e zgjedhur. Kjo këngë. Tekstet që shohim nuk janë shumë të përshtatshme gjithmonë. Teksti ka të bëjë jashmase. Teksti vendos këngën, tërheq dëgjuesin. Po. Ka të bëjë me këngëtarin. Në varet çfarë këngëtari mund të jetë. Nëse ai këngëtar është për muzikën e lehtë dhe nuk mundet për Shqipërinë e Mesme, nuk mundet për Jugun, atë nuk mund ta kthesh për popullore atë këngëtar. Por çka kanë bërë këto kompozitorët? Me anën e ritmit, kanë futur ritmin në mes. Rëndësi ka që të bëj bam bum ritmi, fusin dhe këngëtarin, që si të shikojnë nga ana e financët, materiale, më kupton? Kështu që pa e kuptuar fare muzikanti, kompozitori, këngëtari apo poeti, dëmtohet muzika. Pa u kuptuar fare. Sa ndjeni ju konkurrencën me këngëtarët e tjerë? Sa ndjet konkurrencat e kjo? Unë nuk shikoj konkurrencë fare absolutisht, sepse kam shpirtin shumë të madh. Dua që të gjithë këngëtarët e reja të jenë me taban, të këndojnë bukur, të japin popullit i diçka të bukur. Kupton? Nuk jam ziliqare absolutisht. Biles, nëse këngëtare e re, dua ta bëj si vetja ime, t'ja jap, kam mundësi që talentin tim t'ja jap asaj komplet. Nuk dua që ajo të mërzitet. Më kupton? Nuk e kam atë zilin. Se artisti aty duket, nëse ka shpirtin e madh, është artist. Zilia gjithmonë e fundos artistin. Ose sulmi, që ti bëj një të keqe filan artisteje, ai është një shpirt likësi, nuk është artiste ose artist. Zilia gjithmonë të fundos. Unë nuk e kam këtë çuditërisht, ma ka dhënë natyra e Zotit. Mund të themi se ka vend për të gjithë, por që publiku është ai që është selektiv dhe përzgjedh më të mirën dhe atë që ka vlerat e vërteta. Ju së fundmi pas realizimit të shumë videoklipeve më përpara dhe në Greqi jeni rikthyer këto 2 vite për të realizuar 2 videoklipe të reja, një prej të cilëve ne e transmetuar në fillim të këtij programi, apo jo? Pse vendosët për të rikthyer edhe një herë në tregun muzikor? Unë ju thash, në Shqipëri, nuk kam 2 vjet që jam kthyer. Vitet kanë qenë në Greqi dhe puna juaj ka qenë më tepër e fokusuar në koncertet atje. Në koncerte dhe në buzukun grek. Në buzukun grek. Unë kam vite që punoj në buzuk. Por nëse unë kam punuar në buzukun grek atje në Greqi, kam punuar që të shikoj familjen, të kem të ardhura për familjen. Tashmë në Shqipëri jeni me 2 videoklipe? Tashmë në Shqipëri, unë bëra 2 videoklipe. Jam shumë e gëzuar për këto 2 videoklipet që kam bërë, se pse këngëtari pa reklam është i humbur. Është i humbur. Në një farë mënyrë videoklipet janë pasqyrimi i punës tuaj. Është pasqyrimi, po jo, është një 5%.
Një 5%. Pasë mënyra më e mirë për t'u afirmuar tek publiku. Po, një 5%, nuk është i plot. Nuk është i plot, sepse është ndryshe kur këndon live dhe ndryshe kur e incizon nëpër studio. Këngëtari që është këngëtar duket live. Dhe me që se jemi tek live, do na i plotësoni dëshirën që na këndoni pak sekonda? Po, mundohen. Atë ne këngëtarët tani jemi çik të lodhur. E di në përdas. Gushti është gjithmonë i rënduar. Shkoj në përdasma, kështu që do mundohem, me sa mundem. E dëgjojmë me kënaqësi. Pambukun më mledh, gërshetat mi dredh, dhe disa shikime të mla. Më fal. Mi hedh, zemëra më digjet, vashëzo për ty, se shta thotë goja, ta thonë ata sy. Faleminderit. Ose? Në përdasma këndoj dhe shumë këngë vlonjate. Në një portokallë moj të ndalou në ty, lulet e limonit moj të binin në rësy, ngrije kokën në lartë moj se që më du gjigjan. E tjera. Faleminderit në fakt. Ose të pelenase. Ose një tjetër. Të pelenase. Nuk e di a lejohen të këndosh këngët e këngëtarëve të tjerë, se kam shumë respekt. Me Majën, me ato. La bëri, me Ponin. La bëri të thurakën, moj shtrinta la bëri, te këty lindëm dhe uritëm, të kujtoj me dhëm shuri. E la bëri, moj la bëri. E të tjera. Faleminderit. E në fakt transmetojmë një tjetër videoklip tuaj tani. Pas këtyre momenteve live që ju na krijuat, është pikërisht kënga Hiq ma dhimbjen me një po. Faleminderit. Transmetojmë dhe rikthehemi pas pak në studio. Dua të prita, si vorov shkriva, unë pas të jetë prita si drita, sa usë mura prapa man, të dua të prita, për ty të visja veç, shpram të jetë prita si drita, për mua je gjithë shka. Hajde!
ghieshtar, të dua të pritë, si vora u shkriva, unë pas teje të prita si drita, sa u së mora prapa mal, të dua të pritë, për ty të visi ja vesh, pram teje të prita si drita, për mua je gjithë shkan. Jemi rikthyer sërish në studio, ka ardhur momenti për të njohur pak më tepër me familjen tuaj. Ne prekëm në fillim të këtij programi që bashkëshorti juaj është edhe poet, ju ka ndihmuar dhe ju ka qëndruar pranë jo vetëm si bashkëshor, por njëkohësisht edhe si një bashkëpunëtor shumë të mirë në muzikë, apo jo? Sa e përshtatshëm për ju për të koordinuar dhe për të qenë pjesë të gjithave, edhe një nën dhe një bashkëshorte, por edhe një femër në karrierë. Unë prandaj bëra një pauzë të gjatë në muzikë, vetëm sepse unë u vura vetëm pas familjes. Në qoftë se unë kam 3 fëmijë, bashkë me muzikën unë kam 4. Atë të 4-tën e lash me një anë, sepse kërkon kohën, kërkon momentin, me fjalë nuk bëhen të gjitha, fëmijët e vegjël, të bësh dhe muzikën, muzika do të jesh marrëçet edhe të mbredhësh, të dalësh, ta lësh familjen. Një po fëmija kërkon nënën. Më kupton? Nëna e mbledh familjen. Kështu që ishe detyruar të leja muzikën. Rrit ato 3 fëmijë, kam një vajzë 2 djemë. Faleminderit. Sa kanë trashëguar ata pasionin tuaj për muzikën? A këndojnë? Vajzat çuditërisht nuk kanë ngjarë. Kanë ngjarë nga jati, nga poezitë është në rregull. Kurse 2 djemët, të 2 djemët merren me sportin. Njëri është voleybollist me prevezën, afër artës, kurse tjetri është në artën, është futbollist. Ai vogël. Pra merret me sport. Me sportin. Përveç sportit, i madhi nuk arriti dot që të vazhdonte shkollën e lartë, po merret vetëm bën këto mobileri, merret e kanë futur në punë. Merret dhe në buzuk, të premteve të shtunave. Këndon. Këndon edhe i bie buzukut. Është këngëtar shumë i mirë. Jo se është fëmija im, po është këngëtar i mirë. Pra e ka trashëguar talentin. Ka trashëguar, i madhi. Kurse i merret me sportin, mbaroi shkollën, Likjo që i themi neve, shkollën e mesme në Greqi, dhe i doli shkolla e lartë për drejtësi. Njëkohësisht merret dhe me muzikë.
i vogli. Pra, Është tepër i talentuar. Është shumë i talentuar. Kurse unë vet e kam marrë nga prindrit. Mamaja ime këndon. Ka pas kënduar, jo këndon. Ka pas kënduar. Ka pas një zë shumë të rëndësishëm. Kurse babai i ka rënë gjithë jetës klarinetës edhe violinës në Tiranë. Pra i keni trashëguar ju dhe më pas është trashëguar tek fëmijët tuaj. Ka vazhduar brez pas brezi pasioni për muzikën. Po. Sa bukur kështu kur jeni të gjithë bashkë, besoj? Është krijoni një orkestër të vërtet. Është trashëguar me fjalë. Do të bëhemi gati për të transmetuar një tërë këngë tuaj nëpërmjet një videoklipi. Dhe më pas do të rikthehemi për të zbuluar pak për ju, për pasionet e tjera. Dhe kjo që do të transmetojmë në këtë moment është në kopshin tonë të vogël. Shkëngë e bukur shumë. E ndjekim dhe rikthehemi pas pak. Kemi transmetuar këngën në kopshin tonë të vogël, edhe përveç muzikës që thamë që ishte një pasion i juaj, cilat janë pasionet e tjera, si e kaloni kohën tuaj të lirë? Çuditërisht nuk kam kohë të lirë. Vetëm muzika? Muzika dhe kohën e lirë në familje. Në familje. Më thatë që ju pëlqen dhe të kërceni? Me familjen. Dal me familjen. Prap shkoj në për magazinat të tjera bashkë me burrin dhe me fëmijët, çdo të shtunë e kemi tonën atë, dalim në Greqi, gjatë gjithë dimrit, në qoftë se unë nuk kam asnjë koncert, ose nuk kam punë, ose
Mi fjalë mendjen prap tek muzika e kemi komplet si familje. Do shkojmë mami të kërcejmë, do shkojmë të këndojmë, shkojmë. Jemi si familje, mi fjalë të artit, të qefit. Kjo është një gjë shumë e bukur. Dhe ç'të them tjetër, kohën e lirë me këto gjëra e kalojmë. Familja dhe tani kam filluar të bëj një CD të re. CD-ja e re ka 10 këngë jug, ka një kolazh të bukur jug. Muzikën e kam bërë vetë siç i bëjnë këtu në Shqipëri, jam bërë vetë kompozitore. Tani do ta heqësh vallën siç është muzika. Unë u detyrova ta bëj vetë. Vetëm nga ana financiare. Do të kemi një CD të tuaj apo jo? Po, vetëm jam shtrënguar vetëm nga ana, jo se s'ka kompozitor, ka kompozitor të talentuar, ka shumë kompozitor të talentuar, mirë po është ana financiare, kërkojnë shumë. Edhe fundit fare kërkojnë dhe me euro mi të keqen notrën. Se e din që jemi në Greqi dhe duam kaq euro. Unë nuk i përgjigjem dot. Kështu që meqense muzika mbetet thjesht në kuadrin e pasionit, atëherë zhvilloni më tepër pasionin duke edhe kompozuar. Më shumë detyrohem që ta kompozoj vetë. Jugun, me fjalë, kam bërë 10 këngë të jugut, është kolazh shumë i bukur. Kam bërë dhe 10 këngë të Shqipërisë së Mesme, këngë të vjetra. Kam bashkuar këngën e vjetër, me fjalë të Shqipërisë Mesme, pa ritëm, me një të vogël, me një strofë me ritëm. Edhe çdo këngë, jam 10 këngë, kanë dalë jashtëzakonisht të bukura. Pavarësisht se nuk i kam hedhë në studio, derisa t'ja gjej atë anën e financës për të realizuar. Nuk është turp për të realizuar, se Shqipëria i ka këto gjëra. Si çdo profesion tjetër, sigurisht. Si çdo profesion. Ka vështirësi, por nëse është dëshira dhe pasioni ma themes, të gjitha çdo gjë realizohet. Çdo gjë realizohet. Si femër, sa kujdeseni për pamjen e jashtme dhe sa e rëndësishme është ajo për ju si artiste dhe si këngëtare? Kur dal në rrugë jam tjetër mimos. Kur jam në shtëpi nuk më njeh, jam tjetër. Pamja jashtme. Ju pëlqejnë veshjet klasike, moderne? Më pëlqejnë sportive. Pra në një farë mënyrë ndahet skena nga e përditshmja. Zbunuam pak më tepër për ju, për pasionin, për mënyrën si e kaloni kohën e lirë dhe se si është pamja dhe si kujdeseni për pamjen e jashtme. Dhe besoj se në këto momente do të kishim kënaqësi për të dëgjuar një këngë tuaj këtu në studio. Cila është kënga? Kam bërë një këngë shumë të bukur tani, kohët e fundit, pa mbukun ma mbledh. Mirë, atëherë kemi kënaqësi për të dëgjuar në këto momente. Faleminderit. Dhe do të bëjmë pas pak edhe mbylljen e programit bashkë. Faleminderit. E dëgjojmë së bashku. Ma
faleminderit, na kënaqet, ulemi së bashku për të bërë edhe mbylljen e këtij emisioni, ose qëndrojmë këtu bashkë, nuk ka problem, e mbyllim së bashku emisionin duke të falenderuar që ishte pranishme në studion e programit Fundjavë në Apollon. Dhe duke ju falenderuar